Zelli i kundërshtarëve të gjithandejshëm për të luftuar me vjerin e madh në çdo çast për çdo gjë dhe kudo qoftë, e ktheu në skenë identifikimi me qindra milion njerëz në disa kontinente, bulevardin e transformuar në hendek. Ama prap, shkaku i hendekut ishim ne dhe zëmra e protestës ishin njerëzit e zakonshëm të këtij vendi. Prandaj përgjigjja për ta duhet jetë e jona. Jo e sharlatanëve, ekstremistëve apo e çdo dështaku publik, që në këto raste gjenden gjithmonë gati me receta çuditëbërëse për popullin, të cilat shkruan vetëm me një parim. O burra, rrëzojmë gjithçka, të rregullohet çdo gjë dhe unë të kap diçka. Ata kishin nevojë për plagën, po nuk e krijuan ata protestën. E rrëmbyen dhe vazhduan ta mishërojnë si llumi që dekanton pasi thahet prurja e ujit rrjedhshëm. Tani vazhdojnë të kryejnë plagën me nervozizëm, duke u mbledhur si pupla të zeza mbi bulevard apo rrotull parlamentit, pasi zemra e protestës ka ikur, ka shtektuar bashkë me flamingot. Ata nuk janë armiqtë e Shqipërisë, po bijtë verbër të saj, që në shumicën e tyre ecin pa ditur ku shkojnë dhe as nuk e kanë haberin se janë njëkohësisht mishi për top i armiqve dhe dashakëshimve të huajt Shqipërisë.